Sot në emision kemi kënaqësinë të mirëpresim një personalitet që qëndron në krye të një prej institucioneve më të rëndësishme arsimore në vend, rektorin e Universitetit të Tetovës, profesor doktor Jusuf Zejneli. Në udhëheqjen e tij, universiteti ka vazhduar të ndërtojë ura bashkëpunimi ndërkombëtar, të realizojë projekte me vlerë akademike dhe të promovojë figura të rëndësishme që kanë ndikuar në çështjet shqiptare. Në këtë bisedë do të ndalemi tek momentet kulmore të këtij viti akademik, por fillimisht do të flasim për një temë me interes të drejtë për të rinjët. Regjistrimet e reja për vitin akademik 2025-2026. E ftoj tani në studio për ta përshëndetur dhe për t'u akomoduar. Përshëndetje dhe mirë se na erdhët, rektor. Është kënaqësi që t'ju kemi. Mirëmëngjesi. Angazhimet e juaja të një pas njëshme prap nuk na refuzuat. Pranua që të vini këtu dhe drejt për drejt të bëni thirrje në një farë mënyrë deri tek maturantët. Dhe na ju falenderojmë, kjo është edhe ndër pjesë e përcaktimeve programore tona, çështja e transparencës, llogaridhënies, por edhe njëkohësisht të promovojmë ofertën e re akademike. Shumë kënaqësi. Përveç saj do flasim edhe për gjëra të bukura. Uluni, vendi juaj është aty. Faleminderit. Rektor, e di që jeni mjaft i angazhuar, por duam të dim edhe ne edhe shikuesit se me çfarë dinamike fillon kështu dita juaj. Sa jeni angazhuar që nga mëngjesi keni kohë ta pini kafën në shtëpi ose? Zakonisht në tavolinën e punës qëndron kafja, po zgjat pak derisa e pit parën, për arsye se filloj minjëherë me përcaktimet ditore, do të përcaktoj se cilët janë ato prioritetet e ditës, se cilat ditë ka specifikat e veta, varësisht nga obligimet, partneritetet, bashkëpunimet që kemi, kërkesat, reagimet, edhe veprojmë, caktojmë planin ditor të punës. Kuptohet shembull sot jemi dita e mërkurë, ashtu edhe normal që minjëherë do fillojmë me ato angazhimet që janë më prioritare, më të kyçe gjatë ditës, aktivitetet cilët janë proklamuar do të shifen, por zakonisht kur është dita e hanë është diçka pak më ndryshe, për arsye se do të hartojmë edhe planin javor, do të thotë nga dita e parë deri të premten, po njëkohësisht ka shpeshherë që kemi aktivitete edhe ditën e shtunë dhe të diel, po ashtu edhe bashkëpunime, raste, vende ku duhet të përfaqësojmë edhe universitetin, vende, aktivitete ku ne jemi organizator, por natyrisht pari shohim se cilët janë ato prioritetet, aktivitetet, obligimet më kyçe të cilët lidhen me funksionimin normal të institucionit, pra të Universitetit të Tetovës, si institucion publik i shkollimit të lartë, realizimin e procesit të ligjëratave, ushtrimeve, shërbimeve të administratës, stafit teknik administrativ, gjithçka që të jetë funksionale, kjo është do të thotë një plani i parë, njëkohësisht edhe mbikëqirim se çka për shembull nga javët paraprake, cilët aktivitete kanë mbet eventualisht pa realizu ose janë realizu, ata cilët kanë marrë obligim për me realizu, sigurisht që do të raportojnë se si ka qenë, do të sa kanë qenë efikase, për arsye se ne mund të mendojmë që një aktivitet është realizuar në shkallën më të lartë të përsosmërisë, por natyrisht që ne marrim edhe opinionin, kemi edhe njerëz të angazhuar, shok, miq, edhe marrim gjitha komentet, vlerësimet se sa e kemi arritur atë përcaktim, sa kemi qenë efikas. Në rast se ka qenë mirë i realizuar një aktivitet, sigurisht që vazhdojmë të njëjtin trend. Në rast se diçka shembull mendojmë që mund të jetë më e përsosur, sigurisht që jap një vërejtje vetë stafit krejt. Edhe çështja tjetër fillojmë mandej edhe me mbikëqyrjen e aktiviteteve, do thotë ditore, javore, mujore, kuptohet planet 6 mujore, vjetore, dhe krejt kjo krahas asaj që fillojmë ditën me një plan të punës për ditën, i cili mandej thamë që shndrohet në planin javor, mujor, por është edhe plani i mbikëqyrjes, llogaridhënies, raportimit janë i tjetrit brenda institucionit që më pas se kush ka marrë detyrë, përgjegjësi, sa ka qenë efikas, edhe instanca e fundit krejt që do të rezulton me atë që procesi mësimor të mbahet në kohë të rregullt, të jetë efikas, edhe sidomos shërbimet e studentëve, çdo dokument, komunikim me administratët, profesorët, të jetë në harmoni, transparent dhe efikas. Pas gjithë kësaj, shihet që duhet të jetë një bashkëpunim transparent, apo jo? Mes juve dhe stafit. Patjetër, detyrimisht, është do të thotë kushti i parë dhe këtu nuk ka asnjë kompromis, do të thotë çështja e bashkëpunimit edhe gjithë secili të merr detyrën, varësisht në cilin sektor është i angazhuar, kuptohet edhe ne kemi 13 fakultete, edhe menjëherë do të thotë vazhdojmë aktivitetin edhe me njësitë akademike, të shohim se secili fakultet çfarë prioriteti ka për shembull këtë javë, cilin organizim. Në shembull aktualisht ne duke folur vetëm se sindikate punonjëse në Universitetin e Tetovës i bën përgatitjet, edhe ndërkohë fillon një turnir shahu
ku mbarin pjesë të adhurus shau, do thot brenda institucionit nga jashtë, po besojmë se ndoshta Po, do flasim për gjitha, do flasim. Po fillimisht dua fokusi i bisedës të jetë tek regjistrimet, ashtu siç e thash edhe në fillim, domethënë për gjithë ata maturantë që tani më duhet t'i dorëzojnë dokumentat dhe sigurisht që kanë menduar ndoshta edhe kanë vendosur se në cilin universitet të regjistron dhe në cilat deg të përcaktuara. Regjistrimet, në fakt aplikimet kanë filluar, por që regjistrimet konkretisht afati dhe datat cilat do jenë për si vjet. Po, edhe ne vetëm se kemi publikuar, do të thotë, konkursin për regjistrimin e studentëve në ciklin e parë të studimeve dhe njëkohësisht edhe në studimet e ciklit të dytë apo studimet e magjistraturës. Nga dita e djeshme të rinj studentët, maturantët, vetëm se kanë filluar dhe edhe sot në vazhdimsi mund të bëjnë aplikimin online, do të thotë si fazë paraprake, dhe gjatë datës nga data 25 deri 29 gusht bëjnë edhe dorëzimin fizik të dokumentacionit të tyre, pra atë të cilën e kanë plotësuar përmes platformës online, e dorëzojnë edhe në formë fizike. Kështu që krahas saj sigurisht ka edhe afate të tjera. Njëkohësisht do të zhvillohet nga shtatori, tetori edhe afati për regjistrimin e studentëve në studimet e ciklit të dytë. Po ajo që është e rëndësishme, ne i ftojmë të gjithë të rinjt të orientohen për të zgjedhur një nga programet studimore në kuadër të njësive akademike, në kuadër të 13 fakulteteve, përfshirë 100 programe studimore vetëm në ciklin e parë, të zgjedhin një nga ata, edhe besoj se do të arrijnë që të marrin njohuritë e tyre që të jenë sa më të përsosur, sa më të kualifikuar në përgatitjen e tyre profesionale dhe në të ardhmen ta ushtrojnë me komoditetin dhe profesionalizmin më të lartë atë profesion, atë lëmi në kuadër të cilës ato do të diplomojnë. Kështu që i tërë stafi, administrata është e hapur, zyra për arsim është 24 orë, do të thotë në çdo moment ka obligim të komunikon me çdo të ri i cili ka nevojë për me i dhënë një sugjerim, një mendim, ose për shembull ka ndonjë ide ose dilemë lidhur me dokumentacionin përkatës ose zgjedhjen e themi kështu profesionit të arshëm apo drejtimit. Çdo detaj do të thotë në çdo moment janë shërbimet profesionale që edhe u përgjigjen. Programet më të kërkuara studimore për si vjet, keni një farë liste se cilat janë ose? Po, marrim për bazë edhe shumë edhe trendet e zhvillimit bashkëkor, do të thotë në tregun e punës. Ashtu tregun e punës, analizat tona na tregojnë që sërish do të thotë shkencat kompjuterike vazhdojnë të jenë në trend, në kërkim, do të thotë është interesi i trive. Por fatmirësisht në kuadër të Fakultetit Shkencëve Matematiko-Natyrore krahas shumë drejtimeve të tjera edhe aty ka do të thotë interesim. Kemi edhe do të thotë programin studimor të shkencave kompjuterike në të gjitha ciklet. Natyrisht interesimi është mjaft i madh dhe zakonisht ndodh që në fatin e parë plotësohen do të thotë gjitha vendet, bile shpesh herë edhe na vjen keq që nuk arrim, nuk ka aq kuotën ndonjëherë sa ka edhe kërkesa, por sigurisht është stafi profesional i cili orienton të rinjt cilët nuk arrin të regjistrohen në një program për të përzgjedhur një program më të përafërt. Natyrisht programi tjetër kërkesat janë shumë të mëdha edhe në Fakultetin e Shkencave Mjekësore. Tani jo vetëm që janë edhe kërkesat, por edhe obligimet tona ne jemi duke punuar intensivisht dhe shpresojmë që të jemi besoj në prag edhe të fillimit ndërtimit të objektit shkencave mjekësore, kuptohet me partneritet për arsye se është një kosto shumë e madhe, ne nuk kemi aq buxhet, po kemi dëshirë, kemi vullnet, plan konkret, veprim, bashkëpunim edhe do ja arrijmë besërat. Me shpresë që sa më shpejt të bëhet, sepse vërtet një mundësi shumë e mirë për gjithë ata maturantë ndoshta që i kanë ato dilemat, mos vallë ndoshta a janë kushtet e mjaftueshme të domosdoshme për atë drejtim, dhe nëse e kanë këtë kampus do e thoja, nuk ka më mirë. Nuk e di nëse është planifikuar shumë më herët ose me ardhjen e mandatit tuaj. Ne kemi bërë një planifikim edhe më herët, po tani vetëm se kemi konkretizuar dhe realisht jemi afër zgjidhjes konkrete dhe shpresojmë që shpejt kemi besoj që edhe lajme të mira edhe nga kjo sferë, nga kjo lëmi, krahas faktit që tani më vetëm se kemi në funksion në përdorim konviktin studentor, ku shumë student nga vende qytete të tjera vetëm se janë të sistemuara, dhe është një
lehtësim për gjithë ata studentë, familjet e tyre, si në aspektin ekonomik, praktik, edhe të efikasitetit të studimeve. Natyrisht. Rektor, si ndihmon Universiteti i Tetovës studentët që të ndërrojnë drejtim brenda universitetit, dhe me thënë drejtim studimi brenda universitetit, nëse e sheh që vitin e parë nuk shkon ai drejtim, por që ka ndryshuar mendje ndoshta që vitin e dytë të vazhdojnë në një drejtim tjetër. Ka kësi ndryshime brenda universitetit ose? Po, për arsye se ne realisht edhe shpesh kemi edhe konkurs publik për transfer të studentëve brenda, do thot njësive akademike, dhe zakonisht AIDA këto përfshin, do thot temi me dy çështje. Do thot ose shembull mund të mendon që mund të jetë më efikas në një limit të ngjashme, kuptohet se transferi duhet të realizohet në një sferë të ngjashme, se nuk mund të jetë drejtimi krejt i kundërt, ose shembull në rast se në momentin e aplikimit është mbush kuota, nuk ka pat hapësirë që të regjistrohet në programin që ka dashur, ka mundësi që gjatë studimeve, në rast se gjatë studimeve të vitit parë është dëshmuar që studenti i mirë, i shkëlqyeshëm, i aftë punon, atëherë do të thotë në momentin kur hapet konkursi për transfer të brendshëm, sigurisht që mund të aplikojnë edhe ti realizojnë gjithë ato mundësitë të cilat i lejon ligjasimit lartë, ne mundohemi që ti ofrojmë për studentët. Cila është arsyeja kryesore që ju do i thonit një të riu zgjidh Universitetin e Tetovës për studiuar? Po, sigurisht që unë edhe njerë shfrytëzoj rastin përmes mediumit juaj, t'i ftoj të gjithë maturantët që të zgjedhin Universitetin e Tetovës një nga 100 programe studimore në kuadër të 13 njësive, të 13 fakulteteve që disponon dhe organizohet Universiteti i Tetovës. E tani sigurisht keni dhe që pyetni pse. Për arsye se kemi stafin akademik të përgatitur mirë, të kualifikuar, të trajnuar, me përvoja edhe të updateuar. Gjithçka e cila është aktuale. Më e rëndësishmja bile. Shembull, rast edhe në kuadër të sistemit juridik, supozojmë në kuadër të fakultetit juridik studimeve, ndodh një ndryshim brenda rendit juridik, natyrisht që prej sot do të jetë update pjesë e programit tonë studimor, për arsye se studenti i drejtësisë do të jenë në hap me ndryshimet në legjislacion. E marr shembull, qoftë me teknologjinë informatike ose shembull në sferën e mjekësisë. Edhe çdo profesor, çdo mendoj asistent, gjithë janë të updateuar dhe me zhvillimet që ndodhin në vend. Tjetra është çështja e infrastrukturës. Universiteti i Tetovës realisht disponon me një infrastrukturë mjaft mirë, kemi disa objekte, përfshirë objektin qendror me mjaft hapësira, do thotë që krahas asaj që kemi kushtet do thotë për zhvillimin e ligjëratave, procesit të rregullt mësimor, ligjëratave ushtrimeve, pjesës praktike të konsultimeve, po ashtu është e rëndësishme të themi se kemi edhe një infrastrukturë shumë mirë kreative për studentët, për arsye se mbi gjitha edhe ata janë njerëz që një shoqërore dhe ka nevojë edhe të argëtohen, ka nevojë për një pushim relaks, kështu që universiteti disponon gjithë ato hapësirat e gjelbërta, atë infrastrukturë që mundson, po edhe një ligjërat në shpeshherë mbajmë edhe që mund të themi zbresim poshtë tek fontana, kemi hapësira gjelbërta plot në universitet, edhe sallat e sportit për aktivitete tjera sportive, vetëm se nga dita e sodit nesër deri të premten ne kemi edhe shumë aktivitete edhe me Fakultetin e Kulturës Fizike, kushtuar ditës pavarësisë shëbave, zakonisht ne kemi një partneritet mirë, po ashtu edhe me Kondin Amerikan në Tetovë, dhe kështu që ka mjaft hapësira, do të thotë, edhe kushte pse i ftojmë të rit, çështja e Covidit, gjithë ato që vijnë nga vende, qytete të tjera kanë mundësi që të vendosen apo themi të strehojnë në konviktin studentor. Bibliotekat nëpër fakultete, nëpër njësitë akademike, dhe natyrisht është mjaft me rëndësi se studentët aplikojnë edhe në programin Erasmus, dhe zakonisht u mbushin gjitha kuotat, gjitha vendet kanë mundësi që një semestër të ndjekin procesin mësimor në ndonjë nga universitetet e tjera, edhe jashtë kësaj ne kemi shumë marrëveshje bashkëpunimi. Do thotë realisht unë mendoj se Universiteti i Tetovës është sidomos edhe këtë vit brend në sferën e bashkëpunimit ndërkombëtar. Sikurse AIDA do thotë në bashkëpunimin që kemi me universitetet brenda rajonit. Kuptohet me gjitha institucionet e sistemit juridik. Pastaj në Bashkimin Evropian edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Me që në fillim më pyetet për planet ditore, për shembull në kuadër të planit ditor, ju tregoj një pjesë nga dita e gjeshme, ishte do thot plani që hartoni me dekanin e fakultetit pedagogjik ku një numër i studentëve, stafit akademik nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës vinë besoj gjatë muajit shtator, që do të qëndrojnë një javë në universitetin tonë, do thot këto bashkëpunime më janë praktike. Nuk kemi vetëm marrëveshje shembull në letër. Për shembull para disa ditësh ne kemi nënshuar edhe një marrëveshje me një institucion që ndërlidhet ofron pjesë praktike për studentët e shkencave të zbatuara, edhe do të para se të nënshojmë marrëveshjen, unë kërkova që hapi i parë të që ato aktivitete që do të realizojnë studentët tanë bashkë me këta kompani që jo mundsojnë, edhe të realizojmë një promovim, edhe kërkesa ime është që ky promovim i radhës të jetë të mbahet në kryeqytetin e Shkup, për arsye që dëshmohet se ne kemi kapacitet, aftësi edhe transparencë dhe mund të prezantojmë rezultatet tona kudo që të jetë në një audiencë edhe më gjerë se Tetova. Qoftë edhe në Tetov, qoftë edhe në qytete tjera. Kështu që do të marr përsipër gjithë këto premisa, ne lirisht me plot përgjegjësi i ftojmë të rinjt që të orientohen të studiojnë në Universitetin e Tetovës. Natyrisht që ka edhe shumë çështje tjera, për shembull janë edhe laboratorët, janë mundësia që ne studentët kanë edhe jetën e tyre studentore, parlamentin studentor, kanë organizimet e tyre që në gjithmonë mundohemi që t'i përfshijmë. Universiteti shpesh herë dini që organizon edhe konferenca, evente, dhe ne mundohemi që një pjesë të madhe të përfshirjes që mundsojmë edhe studentëve që edhe ato të jenë të bartës të tyre. Na çdo ditë konsultohemi me studentët edhe nga momenti kur hidhe dal nga vendi i punës, gjithmonë mundohem që të marr një mendim, një ide kur takoj student, çfarë ka ndonjë sugjerim, ndonjë vërejtje, që ata të jenë do të përfshirë edhe në vendimmarrje, jo vetëm shembull të jenë zbatues të vendimeve apo ligjeve, po ato të jenë edhe kreator të vendimeve që i marrim në harmoni me rendin tonë kushtetues. Është shumë e rëndësishme kur jeni i hapur, sidomos edhe me studentët dhe keni një bashkëpunim të mrekullueshëm. Rektor, unë doja të potencoj edhe një sukses të radhës që unë e quaj shumë të rëndësishëm, meqense nga momenti i marrjes së mandatit tuaj, ju keni punuar vazhdimisht, përveç që i kemi parë edhe në rrjetet sociale që e keni dëshmuar punën tuaj, ju edhe me shkrime keni dëshmuar në këtë gazetë universitare të gjithë punën tuaj një vit e gjysmë, nëse nuk gaboj. Apo jo? Aty është pasqyruar puna, do thot për afatin kohor një vit e gjysmë. Një raport vjetor. Në fakt unë tani kam arritur 2 vite dhe sigurisht do kemi pas një periudhë edhe një raport tjetër ose gazetën e ardhshme universitare. Do thënë Gazeta Universitare, Universiteti i Tetovës, veprimtaria arsimore shkencore 2023-2024. Është aq mirë elaboruar, unë sa pata mundësi ta shfletoj në 5 minuta kohë, domethënë është gjithçka e shkruar, të gjitha aktivitetet që kanë qenë pjesë e këtij një viti e gjysmë. Sa ka qenë e vështirë që të përmbledhen gjitha këto dhe të hudhen në këtë gazetë? As para i da përfitoj të falenderoj gjithë stafin, sidomos tek zyra për informim, edhe gjithë stafin bashkëpunëtorët në kuadër të Universitetit të Tetovës, me cilët punojmë me përkushtim, përgjegjësi, edhe stafi që është tek zyra për informim do thotë kanë punu, i kanë ruajtur gjithë materialet dhe janë kujdes që këta të prezantohen në kuadër të gazetës universitare, që në fakt është edhe një raport i punës time si rektori i Universitetit të Tetovës, dhe ne kur themi transparencë do të qapim edhe llogari për punën, kështu që e shohim të arsyeshme që kjo të jetë edhe në formë të printuar, edhe mirë është që në momentin kur është përgatit do të thotë i tërë ky botim, pra është edhe një themi një libër i veçantë, një histori vetë që përfshihet çdo aktivitet që është realizuar në universitet, dhe kur e kanë ofruar shërbimet, do thotë që gjithçka në rregull, kam thënë e kam miratu do thotë peha brenda, për arsye që mos ketë asnjë ndikim, çdo aktivitet është i pasqyruar ashtu siç ka ndodhur. Do të pas një cenzurë, çdo kush që ka realizuar, ashtu siç ka fol, ashtu siç ka komentuar, gjithçka është e pasqyruar në mënyrë transparente, për hir të asaj që t'japim mundësinë gjithsesi ta respektojmë punën e çdo njërit, por edhe ai është edhe një çështje tjetër, në këtë botim ne ja kushtojmë edhe miqve të universitetit, për arsye se kemi bashkëpunim me shumë institucione, shumë miq, edhe çdo veprimtari e cila është realizuar, mendojmë që është e pasqyruar brenda gazetës universitare, me qëllim që të respektojmë edhe partnerët tanë do thotë të bashkëpunimit, cilët janë të shumë, kështu që
mundohemi që besoj se edhe në vazhdimsinë do kemi botime tjera që gjithçka tjetë edhe e shkruar e proklamuar, por njëkohësisht që besoj që edhe një motiv edhe një raport edhe për brezat që vinë, ndrojnë gjeneratat, vinë kohëna tjera që kur thonë që historinë mos e shkruajnë tjerët, por ne do ta shkruajmë vetë gjithçka që ndodh të mbetet, të lehet një gjurmë, një raport, edhe një stimul edhe për brezat tjerë që shqivet se është punu, edhe me tendencën që ata në të ardhmen punojnë edhe më mirë, edhe qenë edhe më profesionistë, për arsye se vetëm se kur ke një shembull, një rrugë të trasuar, atëherë besoj se është edhe ma lehtë. Shumë e vërtet. Kjo është edhe një motiv madje edhe për gjithë profesorët këtu që po i shohun në të gjitha këto fotografi, në të gjitha aktivitetet e mbajtura në Universitetin e Tetovës, madje është edhe një kujtim i bukur për juve. Realisht, po. Kur do e kujtoni ndoshta shumë vite më vonë punën tuaj dhe angazhimin tuaj në Universitetin e Tetovës. Po mundohemi, ai me përkushtimin më të lartë, vërtet është një institucion i shenjtë ku të rritë përgatitën profesionalisht. Edhe tani do të dalë pak nga modestia, ne shpesh herë jemi vetë kritik, dëshirojmë që të bëjmë më shumë, punojmë më tepër të arrijmë sa më shumë, mirë po kur e shfletojmë tani gazetën universitare, vërtet e shohim që është punu në universitet, realisht është punu, edhe ndonjëherë mendohem them se kjo është një dëshmi. Po, si kemi arritë për shembull gjatë një dite të realizohen disa aktivitete, po unë besoj se kur është qëllimi mirë, gjithë ekipi, bashkëpunëtorët, po edhe Perëndia ndihmon hap rrugë, kështu që unë gjithmonë i ri besnik shprehje se nëse je korrekt, i drejt, profesionist, bashkëpunon me njerëz, edhe krejt bota thotë se është diçka e pamundur, unë mendoj se realizohet. Nuk ka mision të pamundur. Gjithçka është e mundur, vetëm se duhet me qenë i drejt, i pastër, me punu edhe me të spara, me dhe se këtu jam shumë pastër, nuk ka si dilemë. Shumë e vërtet. Pa në përësisht është kose një projekti, një obligimi, thjesht duhet me nisë me punu. Me njetë të mirë që e themi ne. Mandej hape rrugët, pa. Rektor, më 14 qershor organizua edhe ceremonia madhështore e absolventëve të Universitetit të Tetovës për vitin akademik 2024-2025. Si e përjetuat këtë moment si rektor dhe cilat ishin emocionet që dominuan atë ditë edhe nga absolventët dhe gjithë stafi? Natyrisht që falë gjithë stafit akademik, administrativ, protokollit të Universitetit, shërbime teknike, gjithë kanë qenë kam atë ditë, është punu do të me muaj tërë që të realizohet, shumë mirë njohës gjithve, realisht është një emocion i veçantë, po këte emocion a i da ne ju a dedikojmë prindërve edhe absolventëve. Për arsye se s'pari përmenda prindrit se janë ata të cilët i kanë mbështet, i kanë rrit me shumë vështirësi fëmijët e tyre gjithë jetës, tek e fundit studenti e përjeton atë emocione edhe gjatë studimeve, ka sukses, ndonjëherë mund dështon pak dëshpërim, po në fund arrin tek diplomimi me punë për kushtim. Vërtet hedhje kapeleve për absolventët është një emocion, një ditë e veçantë, sikurse për absolventët cilët realizojnë një mision të tyre, ka një kurajo të re, ka një vetëbesim të ri që i shohin se do të që kanë arritë të realizojnë atë që kanë dash, po me tekst të veçantë ju dedikojmë edhe prindërve, familjarëve të tyreve, për arsye se realisht edhe ato të binden që fëmijët e tyre kanë sukses, kanë arritë, se shpesh herë ndoshta e vreni, ai është një debat që zhvillohet në vendin tonë, shoqërinë tonë që sa janë të aftërit ose shembull. Oma dhe se kjo është një luftë mes të gjeneratave, ndonjëherë prindrit harrojnë se kanë dallim më shumë me fëmijët e tyre, edhe dëshirojnë të imponojnë konceptet e tyre, por në fakt edhe ato janë në rrugë të mbarë, në rrugë të drejtë, ne do të valehtësojmë, edhe duhet nga pak t'i udhëzojmë që mos dalin nga binarët, të jenë aty ku duhet, vetëm se të mësojnë, t'u krijojmë kushte më të mira, edhe kjo është një moment ku prindrit e shohin se fëmijët e tyre kanë në rrugë të drejtë, kanë arritur, edhe është një moment krenarie, kështu që krejt ajo gjës është që t'ju japim një formë besnikërie, mbështetje familjeve dhe absolventëve. Do të thotë më shumë të është një, përndryshe është një nga organizimet më të mëdha që bëhet në nivel të vendit dhe të rajonit. Besoj që është vështirë me gjetë në një universitet që arrin të grumbullon për shembull me mija njerëz, qytetar, prind, absolvent. Realisht ju e dini ne jemi ndër institucionet më të mëdha arsimore në Republikën e Maqedonisë së Veriut, kemi shumë student, edhe hapësirat e mira do të na mundsojnë që ne të realizojmë të në vend publik. Kështu që gjithë absolventëve ju urojmë që të kenë shëndet, edhe në vazhdimsi, i ftoj ata që kanë rrugë kapelet, që kanë përfunduar studimet,
të vazhdojnë me studimet e magjistraturës, për arsye se sigurisht ato do të jenë edhe në kërkim të vendeve të punës, por nuk kanë asnjë pengesë që të vinë edhe të vazhdojnë me studimet e magjistraturës, që të jenë sa më të kualifikuar në përgatitjen e tyre profesionale, por edhe njëkohësisht mandej për të vazhduar edhe me studimet e ciklit të tretë ose të doktoraturës. Ne presim që besoj se shpejt fiton edhe debati publik për miratimin e ligjit të ri të arsimit lart, ku ka disa vështirësi barriera që duhet të kalohen, edhe të realizojmë akreditimin e ri të studimeve të doktoraturës dhe do të thotë që vazhdojmë parë. Po, më 13 qershor në një akademi solemne, dy figurat e njohura si Josef Dioguardi dhe zonja Shirley Close Dioguardi u nderuan me titullin doktor honoris causa. Na flisni pak për këtë ngjarje të madhe që vërtet ishte interesante nga ajo që patëm mundësi ta shohim nëpërmjet rrjeteve sociale dhe mediave. Tani ajde do thoja se vërtet diçka më shumë edhe se ngjarje. Kam qenë në moshë 3 kur së bashku me zotin Dioguardi, zonjën Shirley, do të kanë u thënë edhe me Ligën Shqiptare Amerikane, ish kongresmen amerikan zoti Dioguardi, zonja Shirley, që kanë punu jashtëzakonisht për avansimin, mbrojtjen e drejtave shqiptarëve, por në tërësi nivel botëror, por jo vetëm për shqiptarët. Do thotë kontributi i tyre është aq shumë i vlerësuar sa që di që edhe në momentet që flasim, ato i kanë dyert të hapura gjithmonë Kongresin Amerikan, njerëz shumë të vlerësuar nga Kongresi edhe nga komuniteti Amerikan, po sidomos nga ne shqiptarët, kështu që publikisht edhe një mirënjohje për ta krahas vlerësimit që ju kemi dhënë si doktor honoris causa, titullin më të lartë që jep Universiteti të Tetovës dhe çdo universitet tjetër shtetëror. Ne kemi qenë momentet e para bashkë me ta kur është themeluar Universiteti të Tetovës. Ata së pari kanë qenë në mbrojtje të studentëve, në mbrojtje të qytetarëve, kanë parandaluar hapjen e dhunës dhe kanë mbështetur idenë dhe nevojën e themelimit të Universitetit të Tetovës si institucioni shkollimit të arsimit lart për shqiptarët në Republikën e Maqedonisë Veriut. Pra nga viti 1994-95, ata kanë qenë shumë aktiv dhe ka qenë ndër krenari, por edhe obligim për ne që ti dekorojmë me titullin më të lartë doktor honoris causa. Zoti Dioguardi, zonja Shirley vazhdimisht kanë kontribu edhe sidomos në momentet më kyçe. Unë do të citoj për pak Aida në festën e mbrëmshme që organizoi ambasada e SHBA-ve këtu në Shkup për nder të ditës pavarësisë SHBA-ve, ambasadori u shpreh se gjithë secili dëshiron të hip në një veturë që është në lëvizje, është krejt komode, tha, por rrallë kush hip në veturë e cila moment mund të jetë e prishur. Do thotë që në kuptimin që me dhanë një kontribut në momente shumë kyçe, do thotë që ata kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm. Dhe kemi gjetë ndihmë vazhdimisht. Ashtu kanë sensibilizuar edhe komunitetin ndërkombëtar, por edhe në tërësi kanë qenë mbrojtës të lirive dhe drejtave të qytetarëve kudo në botë dhe ndoshta mund të themi pak e vonuar, po ja ishte edhe fati im si rektor që në këtë mandat të shpallim doktor honoris causa dy personalitete të jashtëzakonshme që zoti Dioguardi dini ka dhe prejardhje arbreshe, do të thotë që për ne është një kënaqësi, një nder i dyfisht. Do të sigurisht që këte iniciative kemi nisë shumë më herët, jemi takuar edhe në SHBA, në New York, do të thotë kemi biseduar edhe për arsye pak ndoshta ka pat një vonesë në disa muaj që do të derisa është realizuar dhe shkaku i moshës që kanë gjendjes shëndetësore, po fatmirësisht ato ditë që derisa kanë qëndruar këtu kanë qenë mirë me shëndet, urojmë edhe në vazhdimsi, ne falenderojmë për gjithë kontributin e veçantë që kanë dhënë, edhe realisht ato janë pjesë e historisë tonë, sigurisht që në botimet e ardhshme do jenë edhe në formë të shkruara, të prezantuara vepra e tyre dhe natyrisht besoj se mbetet edhe një nga motivet për gjithë gjeneratat, po edhe është një pjesë e mirënjohjes që ne e bëjmë edhe për zotin Dioguardi, si ish kongresmen, udhëheqës të Ligës Shqiptare Amerikane bashkë me zonjën Shirley, e cila kryesisht është marrë me çështjet ndërkombëtare, drejtave të njerëzit, politika ndërkombëtare dhe afirmimin e çështjes shqiptare dhe mbrojtjen e drejtave shqiptare në momente mjaft kyçe gjatë historisë. Dhe mendoj se kjo ka qenë, tani ne jemi pak më të lumtur se kemi arritur të disi të shpërblejmë, të motivojmë, ato e kanë bërë atë vullnetarisht, por ka qenë edhe një obligim moral dhe institucion
institucional i joni që të shmojmë punën e tyre dhe me këtë njëkohësisht ai do dëshmojmë që Universiteti i Tetovës realisht ka patur dhe ka shumë partner. Në rast se mund të themi që në shpesh e themi që është vërtet i veçantë, kjo është që bën Universitetin e Tetovës të veçantë, është vërtet një kolorit historie. Sido që tjetë në mburimi me gjithë atë që ka ndodhur. Do të thotë ka një të kaluar interesante, të veçantë, me dëshmorë, me momentet e themelimit, me mbështetës nga Kongresi Amerikan, do të thotë me shumë miq, dashamir, po krejt ajo sakrificë, ajo çështje ka qenë çështje e një vizioni, do të thotë që e shkollimit të shqiptarëve për arsimin e lartë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, që është një drejtë e jonë e cila realizohet, ecën para, zhvillohet, edhe natyrisht që ne sot nxjerrim, prodhojmë kuadrat të cilët janë të kualifikuar për ushtrimin e profesionit në sfera të ndryshme dhe natyrisht që nuk ndalemi këtu, por vazhdojmë që të jemi sa më të përgatitur dhe më të kualifikuar. Gjithmonë për brezat e rinj. Me qenë se nuk na premton edhe shumë koha në pikat shkurtra, do doja që të cekim edhe disa suksese të fakulteteve të Universitetit të Tetovës, të cilat janë shumë aktive, së fundmi janë realizuar disa projekte dhe promovime të rëndësishme, si projekti i Fakultetit Pedagogjik Muri Zëri Ton kundër Dunës dhe promovimi i librit Zhvillimet aktuale në edukim dhe arsim. Projekti artistik Ura me Triharqi i Fakultetit të Arteve, promovimi i numrit të parë të revistës Përtej nga Fakulteti Filologjik. Gjithashtu jeni pa shpesh edhe në konferenca ndërkombëtare dhe në nënshkrime e marrëveshje të reja që i përmendëm vetë disa. Na flisni pak edhe për këto suksese të këtyre fakulteteve. Po realisht janë aktivitete AIDA të cilët i potencuohet që kanë ndodhur gjatë këtyre ditëve. Për atë është e pamundur ndonjëherë themi që t'i përfshim semestral ose vjetore, është ajo diçka vërtet e pamundur, se janë shumë aktivitete të cilat ndodhin. Shpeshherë ne kemi ditë për shembull kur ndodhin 3-4 evente kyçe, kuptohet edhe aktivitete tjera brenda njësive, krahas zhvillimit normal të procesit ligjëratëve, ushtrimeve. Dhe krahas ditëve botërore që janë që i shënojmë. Ashtu cilët i shënojmë. Ne kemi patur ishim pjesëmarrës edhe në projektin Aurora në Francë, UPEC, në Universitetin e Sorbonës, ju e dini që aty në Paris është gjepi edhe i drejtësisë, kulturës, modës, artit, edhe për ne është kënaqësi që zhvillojmë kishte disa bashkëpunime që për herë parë realizohen me disa universitete, jemi prit shumë mirë, edhe së shpejti do të kemi edhe nënshkrim të marrëveshjeve të reja, por edhe vizita jashtëzakonisht do të jenë të mira për universitetin, për zhvillu institucionin tonë edhe me institucionet tjera në Francë, kështu që njëkohësisht edhe fakultetet pra kanë realizuar disa aktivitete, përmendëm për shembull Fakultetin Pedagogjik, promovim të librave, për arsye se kemi edhe disa programe studiimore në kuadër të çdo fakultetit, edhe janë realizuar shumë projekte edhe me asociacione të tjera, shoqatën e pedagogëve, Fakulteti i Arteve theksua të rastin e projektit Ura me Triharqe, do të thotë që zakonisht kjo Triharqe mendohet do të thotë Tetova, Tirana, Prishtina, për arsye se janë zakonisht ato 3 fakultetet të arteve të cilët e realizojnë këtë projekt, edhe është një formë tradicionale që bëhet tani me disa vite. Ashtu, edhe krahas shumë ekspozitave, do thotë për shembull kishin studentët ekspozitat të tyre, kanë mbajtur edhe në qytetin e Strugës, në vende të tjera, mos flasim për profesorët që çdo ditë triumfojnë, kështu që na vetë që i falenderojmë, i inkurajojmë, mundohemi që të krijojmë kushte në momentin që ato thonë se paraqiten tek shërbimet apo rektori se ka nevojë për këtë ose atë ngjyrë, ne mundohemi aq sa mundemi të faletsojmë për arsye se krejt kjo don do thotë mundësi financiare. Po aty ku nuk kemi mundësi, kemi partnerët miq të universitetit, cilët na gjenden edhe ecin para, e rëndësishme që të kemi planet e mira, të shkruara dhe ata zbatohen, natyrisht që kërkon mund, profesionalizëm, gjestë, transparencë, po besoj se gjithçka realizohet. Dhe gjithçka në fund del në dritë, beso. Ashtu në fund është ai satisfaksioni i mirë që kur e sheh se vërtet diçka është mirë, është realizuar mirë, do thotë që promovon universitetin, po edhe që studentët, stafi, qytetarët që janë të kënaqur, theksuat edhe promovimin e revistës studentore Përtej. Natyrisht janë shumë aktivitete të cilat ndodhin e nuk i ndajmë fakultetet, po për shembull zakonisht kemi patur edhe shumë seanca nga në fakultetit juridik, nga në klinikës juridike, udhëheqësja e klinikës juridike, që studentët tanë kanë marrë pjesë edhe në gare dhe në vende të tjera, por ne falenderojmë juajda, programin e juaj, televizionin e juaj për mundësinë që na dhat që
qapim një llogari për punën, edhe të njoftojmë qytetarët, studentët, stafin tonë, ku jemi dhe ku dëshirojmë të arrijmë. Faleminderit. Çdo herë kënaqësi. Faleminderit.